Kur dëgjojmë fjalën Blitzkrieg, çfarë na vjen ndërmend? Me siguri, imazhe apokaliptike, tanke që vërshojnë pandalur nëpër Europë, duke shkaktuar shkatrim. Por, po sikur t'ju thoja se arma më e fuqishme e kësaj lufte nuk ishte çeliku i tankeve, por një ide, sot do të zhytemi thellë për të hequr shtresat e mitit dhe për të zbuluar sekretin e vërtet të luftës rrufe. Një filozofi revolucionare që synonte të thyente mendjen e armikut, jo vetëm linjat e tij të mbrojtjes. Edhe pikërisht këtu ja ku qëndron thelbi i gjithçkaje. Siç thotë edhe ky citat, revolucioni ishte në koncept. Sigurisht tanket dhe avionet ishin të rëndësishëm, por ishin thjesht mjetet. Ideja e vërtet, ajo që ndryshoi gjithçka, ishte braktisja e luftës së ngadalë të raskapitse të llogoreve të luftës së parë botërore për diçka krejtësisht të re, operacione të shpejta, dinamike, të dizajnuara për të shkaktuar një goditje tronditse dhe një kolaps total në sistemin nervor të armikut. Ky është koncepti kyç, paraliza strategjike. Le ta mendojmë kështu. Lufta tradicionale ishte si një ndeshje boksi e stërzgjatur, goditje pas goditjeje, derisa kundërshtari të rrëzohet nga lodhja. Blitzkrieg, harrojeni atë. Ishte një goditje e vetme, kirurgjikale, direkt në nofull. Qëllimi nuk ishte thjesht të shkatroje ushtrinë, por të shkatroje aftësinë e saj për të menduar, për të marrë vendime, për të vepruar. Praktikisht, të fikte dritat e trurit të saj. Mirë, ja si do ta zbërthejmë këto temë sot. Së pari, do të deshifrojmë se çfarë është në të vërtetë. Më pas, do të analizojmë 6 parimet që e bëjnë të funksionojë. Do ta shohim në veprim në kulmin e fuqisë së saj. Do të zbulojmë se si armiqt mësuan ta mposhnin. Dhe në fund, do të shohim se si fantazma e saj vazhdon të na ndjek edhe në ditët tona. Okej, pra, le ti përgjigjemi pyetjes së madhe. Çfarë është realisht Blitzkriegu? Për një moment, le ta harrojmë shpejtësinë. Në thelbin e saj është një filozofi operacionale e plot. Imagjinoni sikur jeni duke luajtur shah, por kundërshtari bën 3 lëvizje për çdo lëvizje tuajën. Ndërsa ju ende po analizoni lëvizjen e tij të parë, ai tashmë ju ka vënë në shahmat. Ky është efekti psikologjik që synon Blitzkrieg. Ai e kompreson kohën, e mblyt armikun në një vorbull vendimesh të pamundura dhe informacionesh kaotike, derisa ai të mos ketë më kohë as për të marrë frymë, e lëre më pastaj për të riorganizuar. Në terminologjinë e sotme, kjo quhet luftë kognitive, sulmon direkt procesin mendor të armikut, të njohur si laku Oda. Mendoni për një komandant në fushë betejë. Ai vëzhgon tanket që po i afrohen. Pastaj, përpiqet të orientohet, nga po vinë saktësisht, ku po shkojnë. Më pas, duhet të vendosë ku t'i pozicionojnë mbrojtjet, dhe së fundi duhet të veprojë. E po, Blitzkrieg nuk i jep kohë për asnjë nga këto. Ai godet me shpejtësi marramense dhe sulme nga drejtime të papritura, duke e thyer këtë cikël dhe duke shkaktuar kaos dhe paralizë totale. Mirë, e kuptuam idenë e përgjithshme, por çfarë e bënte këtë makinë të funksiononte kaq mirë si një orë zvicerane, por vdekje prurse? Përgjigjja qëndron te 6 parime thelbësore. Dhe ja ku është çelësi, ato janë të gjitha të lidhura pasgjithshmërisht me njëra tjetrën. Këto janë 6 shtyllat. Kemi shpërpunktin, grushtin e përqendruar që thyen murin në pikën më të dobët. Pastaj Auftragstaktik, genialiteti i komandës së decentralizuar, kemi integrimin e armëve të kombinuara, pra tanke, avione e këmbësori, të gjithë në një harmoni vdekjeprurse, më pas tempo e vazhdueshme, pa i lënë armikut asnjë sekond pushim, operacionet e thella për të goditur semrën dhe trurin e tij, dhe në fund sigurisht lufta psikologjike për t'ia thyer moralin. Dhe nga gjitha këto, ndoshta asgjë nuk është më revolucionare se Auftragstaktik. Shikoni pak ndryshimin. Në njërin anë, komanda tradicionale, e ngurtë, e centralizuar, ku generali i thot kolonelit, bëj këtë, pastaj këtë, mos devijo asnjë milimetër, e ngadalt. Në anën tjetër, Auftragstaktik, komandanti i lartë thot diçka si, objektivi është e qytet atje. Nuk më intereson si arrini atje, por dua ta merrni. Un kam besim tek ju. Kjo lironte një iniciativë dhe një shpejtësi të paimagjinueshme në terren. Mirë, mjaft me teori. Tani le të shohim se si këto ide të ftohta dhe abstrakte përktheheshin në realitetin e zhurmshëm dhe brutal të fushë betejës. Ishte si një simfoni e tmerrshme, e planifikuar në perfeksion. Akti i parë, Luftwaffe, forcat ajrore, pastronin qiellin.
Ndërkohë në tokë, zbuluesit kërkonin atë të çarën e vetme fatale në mbrojtjen e armikut. Shverp punktin. Pastaj vinte crescendoja, artilleria, bombarduesit Stuka që u lërinin duke u futur në pikjat, dhe në fund maja e shtizës, divizionet panzer që çanin vijën e frontit, dhe ja sekreti. Ata nuk ndaleshin. Jo, ata vërshonin përpara, thellë dhe më thellë në prapavi, duke anashkaluar xhepat e rezistencës me një qëllim të vetëm, të prenin kokën e gjarprit, qendrat e komandës dhe furnizimit. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet të çmendura. Një general normal do ta quante vetvrasje të pastër. Këto njësi lëviznin aq shpejt sa linjat e tyre të furnizimit thjesht nuk i ndiqnin dot. Dhe cila ishte zgjidhja? Po doktrina kërkonte diçka të pabesueshme, që ata të mbjetonin për 3 deri në 4 ditë vetëm me atë që mund t'i vitnin armikut, karburantin e tij, ushqimin e tij, municionin e tij. Ishte një bast total, gjithçka ose asgjë. Dhe pjesa më e pabesueshme, ky bast funksionoi në mënyrë spektakolare. Pse të prisej për kamionët e tutën ngadalë të karburantit, kur mund të pushtoje depot franceze të karburantit? Dhe ja ku vjen ironia therse, gjatë pushtimit të Francës, ushtria gjermane përfundoi fushatën me më shumë karburant në depozita se sa kur e nisi. Praktikisht francezët po paguanin pa dashje për shkatrimin e tyre të shpejtë. Por, siç ndodh gjithmonë në historinë e luftës, çdo shpatë e pathjeshme herët avon deshet me një mburoj të re. Bota u trondit, por pastaj filloi të mësonte, filloi të kërkonte me dëshpërim antidotin. Pra, si e lufton diçka që bazohet te shpejtësia? Po, ja kthen pikat e forta në dobësi. I duhet lëvizshmëri, futen nëpër qytete dhe male ku tanket ngecin. I duhet qielli afër, mos ja jep superioritetin ajror, dhe më e rëndësishmja nga të gjitha, godite aty ku i dhemb më shumë, te thembra e Akillit, linjat e tij të furnizimit të stërzgjatura. Ideja e mbrojtjes në thellësi u bë çelësi, lere të hyj thellë si një peshk në rrjet dhe pastaj mbylli derën pas tij dhe godite nga krahët. Dhe askush nuk e mësoi këtë mësim më mirë se ushtria e kuqe sovjetike. Pasi u shkatruan pothuajse plotësisht në vitin 1941, ata u përshtatën me një shpejtësi dhe brutalitet të paimagjinueshëm. Dhe erdhi një moment kur, siç thuhet, nxënësi ja kaloi mësuesit. Ata nuk po mbroheshin më thjesht kundër blitzkrigut. Jo, ata po e përdornin atë vet, një version të tyre shumë më masiv, shumë më të pamëshirshëm. Operacioni Bagracion në 1944 ishte thjesht një kryevepër e të mërshme e kësaj doktrine, të kthyer kundër krijuesve të saj. Dhe kjo na sjell në ditët tona. Pse ka rëndësi një doktrinë ushtarake 80 vjeçare? Sepse parimet e saj themelore, fokusi, shpejtësia, shembja e sistemit kundërshtarit janë më aktuale se kurrë. Dhe nuk po flasim më vetëm për fusha batejën. Le ta përkthejmë pak në gjuhën e shekullit e 21. Shverpunkti sot nuk është më një pyll në Belgjik. Është një sulm i vetëm kibernetik që paralizon të gjithë rrjetin komandues të armikut. Armët e kombinuara? Harrojni tanket dhe avionet. Mendoni për një ekip operacione speciale që përdor dron, satelit dhe haker në kohë reale. Dhe tempoja? Nuk matet me kilometra në ditë, matet me shpejtësinë me të cilën ti dominon rrjedhën e informacionit dhe fiton luftën e narrativave. Dhe kjo filozofi ka pushtuar edhe botën e korporatave. Mendoni pak, një startup i vogël i shkathet. Ai gjen një të qartë të vogël në treg, një dobësi të gjigantëve të vjetër. Ky është shverpunkti i tij. Pastaj, lëshon një produkt revolucionar me një shpejtësi maramense. Dhe para se korporata e madhe dhe burokratike të ketë mbledhur bordin drejtues për të diskutuar, startupi i ka marrë tashmë një pjesë të madhe të tregut. Kjo është logjika e pastër e blitzkrigut, e zbatuar në sallën e mbledhjeve. Por, është shumë e rëndësishme të kuptojmë diçka. Blitzkrieg nuk është një formulë magjike. Mendojeni si një vrapues sprinti, jo një maratonist. Është shpërthyes, por digjet shpejt. Ka nevojë për terren të hapur dhe arrin kulmin kur logjistika nuk e ndjek dot më. Dhe ja pika kyçe. Blitzkrieg mund të fitojë betejë të shkëlqyera, mund të fitojë fushata, por nuk mund të fitojë luftra i vetëm. Për këtë nevojitet fuqi e qëndrueshme ekonomike, industriale dhe politike, diçka që Gjermanisë naziste në fund i mungoi. Dhe në fund, gjithçka përmblidhet këtu. Thelbi i vërteti blitzkrieg nuk është shpejtësia, nuk është rrufeja, është qartësia, një qartësi absolute, pothuajse kirurgjikare, në qëllim, në metodë dhe në ekzekutim. Gjithçka tjetër
Çdo tank, çdo avion ishte thjesht një mjet për të arritur këtë qartësi. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, një pyetje që na hedh drejtën të ardhmen. E gjithë ideja e Blitzkrieg ishte të përshpejtonte ciklin e vendimarrjes njerëzore përtej limitet e armikut. Mirë po, çfarë ndodh tani në epokën e inteligjencës artificiale? Çfarë ndodh kur një makinë mund ta ekzekutojë atë lakun OADA që vëzhgoj, orientohet, vendos dhe veproj, jo në sekonda, por në nanosekonda? Si duket lufta rufe kur njeriu nuk është më krijesa më e shpejtë në fushë betejë?